Miq Prizmës, dy viktimat e vetë deklaruar të parët janë për listat e kam fjalën, është Petro Koçi nga Partia Socialiste dhe Dashnor Sula nga Partia Demokratike. Petro Koçi sigurisht është një nga socialistët më të mirë, më të ndershëm që ka Partia Socialiste. Nuk kanë dashur ta vendosin në listë dhe njëkohësisht kanë përdorur mënyra për ta aneksuar edhe për ta nxjerrë në periferi. Bile akuza e tij, pavarësisht se ai është një nga ato socialista që kurrë nuk zemërohet me Partinë Socialiste ose kryetarin e Partisë Socialiste, është një nga kontribuentët më të mëdhej, është të thënë copë se atje në zonën e kombinatit, duke u vendosur, si më thënë, ministri i ekonomisë dhe i kulturës që është sot, e kanë mjanuar, dhe kanë mjanuar dhe shumë element tjerë të partisë. Dhe kjo sigurisht i ka bërë përshtypje dhe ai jep një farë tërhiqet nga gara, normalisht duke premtuar që patjetër do ndihmoj Partinë Socialiste, do të jetë i gatshëm gjithmonë për ta ndihmuar dhe për t'i dhënë fuqi, forcë të jashtëzakonshme në çastet që asaj i duan. Tjetri është histori interesante, Dash Sula, një personazh edhe ai demokrat, ka qenë sigurisht një prokuror, por ka qenë edhe student i dhjetorit, ka qenë student i greves surisë. Është ai që shtynte në përpjekje me ato të gardës për të hyrë. Ju kujtohen çfarë skena të bukura. Dashi që kishte edhe batut, por që i kishte dalë zot spakut. Doli i pari në qarkun e Elbasanit dhe sigurisht ka marrë vesh që s'ka për të qenë në listë. Bile bëra një shaka normalisht me figurën e tij, duke e respektuar, duke vazhduar respektin për vetë. Del i pari në primare, por e merr në telefon Sali Berishën, thot, doktor, çfarë bëre kështu, thot, unë jam i pari në primare në Elbasan. Po e thot doktori, është vërtet, je i pari për të nxjerrë jashtë listave. Pra, në këtë mes kemi të bëjmë me një nonsens të jashtëzakonshëm të atyre listave, edhe Sali Berisha përgjigjet, mund të ketë shkruar, thot, telefoni im është i mbushur me SMS dhe me komunikime, mund të ketë shkruar, thot, por nuk e kam parë. Imagjino të shi, Dashin e shkreti i cili del në primare, ka marrë seriozisht Dashi se primaret e Sali Berishës janë ato që vendosin demokracia. Dashi është për tu keqardhur për të, vetëm se vazhdon të besoj se me Sali Berishën mund të ketë demokraci. Edhe kur thot që më thënë ka demokraci, ky vazhdon ta besoj. Edhe në vërtet i është dhënë respekti për demokracinë. Me të vërtet që Dashnor Sula ka qenë i pari, me që doli i pari në listë, është i pari që del jashtë listës. Me që fitove pikët i pari në qarkun e Elbasanit, ti do t'jesh i pari që do fluturosh prej asaj liste që e përpilon Berisha. Sigurisht është shpreha e stalinizmit të dikurshëm, që çrëndësi ka se si voton populli. Rëndësi ka kush i numëron. Çrëndësi ka se si kanë votuar në qarkun e Elbasanit për Dash Sulën. Rëndësi ka që votuan, kaq. Tjera di vendos Sali Berisha, është njësoj si Stalini. Kemi të bëjmë me një folk stalinizëm tipik të Sali Berishës, që duhet i bëhet leksion në të vërtet Dash Sulës edhe shumë si Dash Sula që në embrionin e tyre, në themelin e tyre qelizor politik, nuk janë kaq të këqij, përkundazi janë burrat mirë, por nuk kanë marrë vesh që me Sali Berishën do të jenë ato vazhdimisht ato viktimat, se Sali Berisha nuk ka çahan më nga socialistët dhe nuk mund të dëmtojë më Shqipërinë. Ai do të dëmtojë vetëm demokratët. Nuk ka çaj bën më Shqipërisë, as nuk e djeg dot si 97-ën, as nuk ja grabit paret si 97-ën, as nuk e rref dot si 98-ën, as nuk e hedh në erë dot si Gërdecin, as nuk e përgjak dot në bulevard. Mundohet provokojnë të bëjë gjithçka, por nuk ka për ta mbritur kurrë. Dhe një nuk e vjedh, as nuk e grabit, nuk e bën shërbim dot familjes vet, nuk i bën dot këto gjëra. Thjesht bën këto tjerat. Del Dashin në vend parë, ai e merr fluturon, me që pikërisht dole Dash në vend parë, ti do të jesh i pari që fluturon nga lista, sepse lista në dorë ka mund. Mos kujto se e ke ti, dhe se losin rol ato numra që ke fituar ti në Elbasan. Dakord me shtemi, vjen keq për Dashin, simpatik është. Jashtëzakonisht simpatik, por Sali Berisha që i vendos. Alia Stalini i Shqipërisë.